Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënderita dhe kryetari i Bashkisë Imar Bangjel Tavo kanë inspektuar masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Ministri i Punëve të Brendshme Lamallari tha se turizmi në Imar ka një rritje të vazhdueshme nga viti në vit, duke theksuar se bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor është thelbësor për t'u përgjigjur shqetësimeve dhe nevojave të qytetarëve dhe turistëve. Ai bëri të ditur se kontrollet përgjatë vijës bregdetare janë intensifikuar dhe se vetëm në 4 muajt e fundit janë sanksionuar 166 raste ku janë bllokuar mjete lundruese si jet ski, gomone dhe skafe, pasi kanë kryer manovra të rrezikshme brenda parametrit të sigurisë. Kryetar, vjen mirë që jemi në Himar për të parë se si ka ndryshuar nga viti në vit turizmi në Himar, sigurisht vetë peisazhi i Himarës në gjithë gjiret edhe vendet të cilat janë shumë të frekuentuara nga turistët, jo vetëm nga brenda Shqipërisë, por nga gjithë Europa dhe më gjërë. Është e rëndësishme që krahas shërbimeve që marrin nga Pushteti Vendor, nga Bashkia, është nevoja që ne të kemi një bashkëpunim shumë të mirë mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor, si në kuptim të sigurisë që ofrohet qytetarëve, turistëve, vizitorëve, po ashtu edhe në kuptim të shërbimit që ofron policia në menaxhimin e trafikut për të përgjigjur qytetarëve në ankesat, shqetësimet që ata kanë. Kemi patur në fakt vetëm në 4 muajt e fundit 67 raste ku policia ka ndërhyrë pikërisht për të ndihmuar turistë, vizitorë tuaj që vizitojnë edhe Himarën, edhe Malin e Çikës, përgjithsisht jugun, Gjipen dhe janë shpëtuar mbi 200 turistë. Kështu kjo falë punës që bën policia krahas shërbimit që ofron për rritjen e sigurisë. Nga ana tjetër, siç e dini, ka hyrë në fuqi udhëzimi i rishikuar për nivelin e lejuar të zhurmave, përgjithsisht nga turistët, të cilët preferojnë që të kenë një zonë turistik të qetë, të mbar, është përqafuar dhe kjo është përqafuar edhe nga bizneset. Nga ana tjetër, do të thoja që Policia e Shtetit ka vijuar dhe me kontrollet që janë bërë në vijën bregdetare, si policia kufitare, po ashtu dhe njësia policore detare, ku vetëm në 4 muajt e fundit janë sanksionuar 166 raste në gjithë linjën bregdetare shqiptare, ku janë bllokuar mjetet si jet ski, gomone dhe skafe, para arsye se kanë kryer veprime të rrezikshme brenda perimetrit të sigurisë apo edhe duke mos pasur dokumentacionin e duhur, duke vepruar jashtë zonave të miratura, si dhe patjetër janë marrë dhe masat përveç se bllokim mjeti edhe masat administrative me gjoba prandaj drejtuesve. Kryebashkiaku i Himarës Bangjel Tavo vlerësoi bashkëpunimin me Policinë e Shtetit, duke theksuar se popullsia e Himarës shumë fishohet gjatë sezonit veror. Unë ju falenderoj që jeni në Himar sot. Kjo tregon vëmendjen e shtuar që policia ka ndaj sezonit turistik në gjithë Shqipërinë, por veçanërisht në Himar. Numri i banorëve të Himarës gjatë sezonit veror shumë fishohet dhe pa një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe të mirë me policinë, me rendin, do të ishte pamundur që të flisnim për një sezon të suksesshëm dhe të sigurt turistik. Dua t'ju them dhe të shpreh kënaqësinë që ky bashkëpunim ka qenë i përsosur me policinë e rendit. Fal këtij bashkëpunimi ne kemi arritur që të kemi deri në këtë moment që po flasim një sezon shumë të sigurt turistik, ashtu sikur edhe ju përmendët në bashkëpunim me policinë, forcat tona zjarfikse kanë qenë pjesë e shpëtimit të turistëve që kanë humbur rrugën në Malin e Çikës apo edhe në kanionin e Gjipes, por nga ana tjetër ndihmë e madhe e policisë ka qenë në qarkullimin rrugor ku gjatë sezonit veror fluksi i shtuar i makinave vizitorëve krijon problem në Himar me këtë infrastrukturë rrugore që kemi deri më sot. Nga ana tjetër një ndihmë e madhe është tek parkimi, por jo vetëm aq, në çdo aspekt dhe në çdo problematikë që ne hasim, që është sfidë për ne bashkëpunojmë me policinë dhe faleminderit sinqerisht për mbështetjen që kemi gjetur. Për sa i përket nivelit të zhurmave, por edhe qarkullimit të mjeteve të rënda dhe ndërtimit në bashkinë e Himarës, pasi dihet që turisti që vjen në Himar patjetër vjen për të pushuar, por vjen dhe për të argëtuar. Pra, në bashkëpunim me policinë kemi gjetur një ekuilibër dhe them që ka filluar mbar dhe po ecim mirë në drejtimin e menaxhimit të zhurmave. Shpresoj që ta mbyllim edhe këtë sezon me siguri maksimale për gjithë ushtruesit.
Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënderita deklaroi se janë marrë masa të shtuara për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për sigurinë rrugore dhe detare, ndërsa njoftoi edhe një risi në shërbimet e policisë kufitare detare. Jemi në Himar, një ndër destinacionet turistike më të veçanta të Shqipërisë, edhe këtu Policia e Shtetit ka marrë masa për garantimin e rendit e sigurisë, por edhe për sigurinë detare, për sigurinë rrugore, si element kryesor të sigurisë që janë këtu. Për sa i përket sigurisë rrugore, dua të bëj me dije një risi që ne tashmë e kemi filluar gjatë këtij viti, ku kontrolli kufitar detar do bëhet në det. Pra nuk ka më nevojë që jatet apo anijet lundruese që do jenë në det të vinë tek pika e kalimit kufitar, por ne do të shkojmë aty tek ata dhe do të bëhet kontrolli direkt në sistemin TIMS, ku do hidhen të dhënat e të gjithë pushuesve që vinë dhe frekuentojnë Bregdetin tonë. Është për herë parë këtë vit dhe kjo është patjetër një zhvillim shumë i rëndësishëm për të rritur cilësinë e shërbimeve policore, për të ofruar më shumë rend, siguri dhe siguri detare.